Panajiri ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë dje në orën 4 pasdite pati hapjen e tij zyrtare në praninë e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku, ministres së bujqësisë dhe zhvillimit rural Anila Denaj, ministri i financave Petrit Malaj, kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, kryetar të bashkive të tjera që marrin pjesë në panajir, ambasador, përfaqësues të kompanive shqiptare dhe të huaja dhe fermer që prezantuan produktet më të mira vendase dhe pajisjet më të reja për prodhimin bujqësor, efikas dhe të qëndrueshëm. Panajiri nuk do të ofrojë vetëm një zonë të larmishme ekspozimi, por do të jetë një vend dialogu, shkëmbimi dhe frymëzimi. Nuk mund të kishte ditë më të përshtatshme për të celebruar çeljen e Panajirit Ditët e Bujqësisë, sesa në ditën ndërkombëtare të tokës, që na rikujton deturimin që kemi ndaj tokës, natyrës dhe brezave që do të vinë. Sot teksa ne hapim zyrtarisht edicionin e 4 të Ditëve të Bujqësisë, jam e lumtur të shoh që ky panajir, përveç se ka dyfishuar numrin e kompanive pjesëmarrëse, është kthyer në pikë takimi kryesor të fermerëve, ekspertëve, institucioneve dhe sipërmarrësve vendas dhe të huaj që duan të ndërveprojnë në sektorin e bujqësisë. Sot zemra e bujqësisë është këtu, aty ku jeni vendosur të gjithë, me të gjithë komponentët bujqësor, duke nisur nga fermerët, duke vazhduar pastaj me të gjithë pikat e grumbullimit dhe me të gjithë inovacionin që ka bujqësia sot, tek bimët medicinale, tek mikrokredit, tek bankat e nivelit të dytë që ndodhen këtu,